Ju e përmendët pak më parë, po sa i përket kontratës Berishës me konsulentin amerikan Chris LaCivita, pse deri më tani nuk është bërë publike kontrata që Berisha ka vendosur me këtë konsulent amerikan dhe çfarë po fshe në këtë rast? Ja, kjo pyetje duhet të tu Berishës. Se po e bëj publike, do rënohet dhe më tej. Me çfarë ka paguar avokatët djalit i tij në Florida në 2019 kur humbi një nga gjyqet, pastaj humbi edhe në apel, kur hodhi Guy Larson gjyq për punën e Gërdesit, me çfarë ka paguar ato në Angli, me çfarë po paguan këtë. Ky personi që ka vetëm 30 metra katror shtëpi më tepër. Ky super miliarderi. Po të jam i sigurt me çfarë shoh me sytë e mi, me çfarë ka bërë pushteti Shqipëri, të gjithë liderët politik, Shqipëria miliarder, në emër tjerë. Po kur i shohim dhe këta oligarkët, këto vemje që sillen për qark pushtetit dhe janë bërë më të rëndësishëm se ministrat, kur i shohim dhe këto në spak për krah Berishës, e velijet e tjerëve, atëherë do ta marrin vesh se si ka qenë loja. Pra, këtu është bashkimi i dy forca politike, të oligarkët, është e thjeshtë fare. Të gjitha tregjet janë duopol. Jam unë pushtet zotroj më shumë, jeti nesër zotron ti nesër më tepër. Dhe zotëria nuk tregon. Dhe unë e thash në fillim të intervistës. Me e vra Berishën nuk thot sa për paguën e civitan. Kur të marrin vesh shqiptarët që është shumë e madhe shuma që se për paguën e Romelie, po paka shumë kështu do jetë, qindra mijëra dollar ora. Po unë ka përshtypjen që aty ka kaluar shifra e milionave të dollarëve me dy shifra ka kaluar të paktën. Duhet të jetë mbi 10 them unë. Pastaj mbi 10 mund shkoj 50, 10, pastaj bëhet me 3 shifra 100, nuk e ka problem ta. Pasi mi qenë shumë pasur. Dhe ajo që mungon tek ne është këta zabërhanët që paguajnë se ka problem dhe 5.000 euro ora, ka dhe avokat me shifra të tilla që po them, 5.000 pound ora. Po nuk merre me këtë lloj llumi. Por tani 1.200 euro ose 1.800 euro dollar ora. Po kush e gjizvjen? Edhe orën e printimit ta bëjnë po kaq, 1.800. Kupton? Shqiptarët i shohin me dylbi këto shifra. Dhe pa u vendosur drejtësi, ajo pasuria që këta po e ndajnë kështu për të shpëtuar, pra për ditë zezme dhe me këta ne themi parë e bardhë për ditë zezë, ta kanë parë të zezë për ditë akoma më të zezë. Ajo pasuri, po su dënuan këta me gjithë oligarkët, nuk do kthehet ajo pasuri ke shqiptarët. As një zgjidhje ekonomike nuk do vi shqiptarëve nga premtimet e neverishme që bëjnë dy palët. Kupton? Edhe në këtë skem nuk gjen mundësi të rresin pensionet. Ja unë që flas, s'kam lidhje fare me atë pjesë, është skema gati. Për të rritë pensionet dhe për të vendosur ratë parë minimumin etik. Me skemën e vjedhjes nuk dalin pensionet dhe bëj sikur din matematikë, se ne s'dim matematikë, këta din. Këta din, nuk ka mendimi njerëzor fillon dhe mbaron me këta. Bukuria njerëzore fillon dhe mbaron me këta. Filozofia politike fillon dhe mbaron me këta. Po mirë, mbajnë të gërdalla të jetën. Edhe pse e shohin që këta po tallen, vazhdojnë s'ka tjerë. Populli çuditshëm vëlla. Ne adhurojmë dhe pushtuesit, po dhe pushtetarët. Dhe për të çuditë shqip, të dy e kanë thelbin e fjalës njëjtë. Pushtet. Pushtues, pushtet. Të huaj se kanë okupator, për shembull, okupon. Edhe po ta greqizojnë pak, dalin që ato dy palët janë pushta. Kurse termi ministri latinisht është shërbëtor publik. Ku takon ministri më? E vë ministri 25 vjeç, i hyn vetë në qef, nuk del në rrugë në këmbë. Se i ulet autoriteti, nuk del aty ke marketi lagjës të blej. Ministra po ministria. A merr veshën.
Ne dashurojmë ata që na shtypin, na shfrytëzojnë, i adhurojmë. Ky është problemi. Ky është thelbi problemi që kemi ne. Nuk shohim vërtetën sy, e nuk shohim që jemi të barabartë të gjithë para Zotit. Me më pyet çfarë je, rob i Zotit. Por çfarë janë ata? Kush i bëri ata? Kush e bëri këto 2 metroshin edhe këtë kreshnikun e madh të PD-s? Kush i bëri ata? Çfarë ata? A janë qenë të tjerë, nuk e qenë njerëzore ata? Kështu doli dhe Beliaj, qenë e madhe si këta e ardhmja e këtyre liderëve kështu me përmasa mbi njerëzoren, po aty qau si fëmijë aty. Apo s'është e vërtetë kjo? Dhe për masat e vërteta të burit shtetit, ka thënë Platoni, tregohen kur ai ushtron pushtet. Këta janë vemi. Ti beson, ti mund të jesh dhe pa përgjeshëm. Ti beson, ata përfaqësues të interesave tua. Ti beson, ata të shkërmoqin, derisa të ktheheni lypës për fatin tënd. Po për që lypi nuk meriton respekt. Edhe ne nuk meritojmë respektin e pushtetëtarëve tanë. Unë mendoj që ne kemi probleme me qasjen tonë. Kur të hapim sy, do shohim, ikën jeta në fund, ka parë njerëz si puna ime që tani është hyrë. Nuk jemi në sunrise, jemi sunset. Është hyrë, ne jemi perëndim jetës. Po fjalët që kemi më të sakta, përvoja jonë është më e saktë. Është guri i çmuar, prandaj thon peqërojmë punën. Ora për çfarë duruam ne? Na marrin jetën ta skërby, për çfarë? Dhe është një motiv kjo urrëtie, po me bazë. Merr jetën time ti, merr fëmijëve të mi, se të do ty me nderja, po jo më të përballesh. Prandaj minimumit për krajm drejtësinë. Tjetra do ishte mirë të ishim çuar, të ishim nxjerr zgupti nga zyrat, e të kishim kthyer popullit të zyra, aty oligarkëve t'ia kishim marrë të pasurinë kështu dhe kishim dhënë popullit ton, e vendosim ligje të drejta, tregun e lirë gjithë. Ne për të shkuar në një treg të lirë, edhe lirinë e fjalës, ikim nga i sistem. Po që ashtu ishte më mirë atëherë në atë kohë. Se të paktën atë sistem zbatoi ligji siç ishte. Tani s'ka ligj. Kemi ligje të shkruar, ato të këqija, ato që janë deri diku me standarde, po jo më ka ma ligj, s'ka ligj. Flasim për meritokraci dhe pastaj vetëm servilet e këtyre na bëgan hajër. Këtu e mira buron nga lart, nga udhëheci, nga lideri. Ne pra duhet të jetërsohemi, të bëhemi pirsa të njëjtë të tjetrin, që ju zhduk dhe shumë gop duke e lëpir dynjaja këtyre, e marrë me vete, edhe ne kemi përfunduar pa dignitet. Kjo është. Unë mendoj që jemi dhe ne fajtor. Njërë dyherë mund ta ketë fajin tjetri, po pastaj e dyta si mos ndryshojmë ne. Shkojmë në zgjedhje, ram berisht, s'ka tjerë. Çfarë po thot njëri, çfarë po thot tjetri? Ja, merri dëgjoj.